Kryeministri Edi Rama ka komentuar për herë të parë hetimin e SPAK ndaj Akshit që ka përfshirë edhe drejtuesen Mirlinda Karçanaj, teksa foli për raportin e Bankës Botërore lidhur me transformimin digjital të sektorit publik. Rama tha se Shqipëria sot ka bërë progres të madh duke u renditur në raportin e fundit në vendin e 14 krahasuar me vitin 2022 kur ndodhej në vendin e 64 dhe këtë rezultat ai ia atribuon punës së Akshit. Rama u shpreh se akuza për Karçanaj janë të hatashme dhe se vetëm drejtësia do të zbulojë të vërtetën. Që sot Akshi përballet me një hetim nga SPAK-u për përdorimin e fondeve. Dhe Linda Karçanaj, gruaja që ka udhëhequr jetësimin e vizionit tonë qeverisës për transformimin historik digjital të qeverisë së Shqipërisë, me dije, me vullnet dhe përkushtim të përditshëm për 12 vjet me radhë, gjendet në një mas sigurie me një akuzë të hatashme, për cilën duhet pritur me durim vetëm nga drejtësia dhe s'mund të pritet asgjë nga 700 tenxheret e çorbës politike mediatike që të dalë deri në fund e vërteta. Ky është një raport objektiv dhe profesional i cili vlerëson 4 fusha kryesore që mbulojnë sistemet bazë qeveritare, shërbimet publike online, angazhimin digjital të qytetarëve dhe faktorët mundësues institucionale ligjor dhe pa diskutim që nuk justifikon absolutisht asnjë shkelje të ligjit që pretendohet se ka ndodhur në aktivitetin e Akshit, gjë që mund na thotë vetëm procesi gjyqësor. Por nga ana tjetër e gjithë zhurma histerike e 700 tenxhereve të çorbës politike mediatike nuk e zhbën dot rezultatin fantastik të Shqipërisë në këtë fushë të veprimtarisë së Akshit që mund ta verifikoni lehtësisht përmes linkut të raportit. Linku i raportit gjendet në faqen e Bankës Botërore. Në episodin e fundit të sezonit të 5 të podcastit Flasim, kryeministri Edi Rama renditi edhe një herë gjithë progresin e bërë sipas tij nga qeveria për Shqipërinë, duke nisur nga hapja e të gjithë grup kapitujve për antarësim drejt Bashkimit Evropian. Prezantuam një mekanizëm praktik dhe domosdoshëm për përgatitjen e bujqësisë dhe sektorit ushqimor për tregun e përbashkët evropian. Me kapitujt 11, 12 dhe 13 në zemër të procesit negociatave të antarësimit. Do të jetë një sfidë e fortë, por çka kemi bërë në një dekadë, na jep besim dhe forcë se do të bëjmë gjithçka duhet për t'ia dalë edhe në 2 vitet e ardhshme që t'i mbyllim negociatat deri në fund vitit 2027. Një dekadë më parë, vetëm 5600 fermerë merrnin një mbështetje simbolike aso kohë nga shteti. Sot janë 67500 fermerë që përfitojnë çdo vit mbështetje reale e cila peshon në portofolin e fermës tyre. Eksportet dikur ishin një privilegj i një grushti fermerësh, ndërsa sot produktet shqiptare shkojnë në 80 vende të botës dhe eksportet kanë kaluar gjysmë miliard euro.